Loredana nuk heq dorë nga Jozi, edhe pas incidentit të fundit. Para disa ditësh, kur Loredana dhe Jozi u eliminuan nga gara në gjysmëfinale, Jozi u përplas fizikisht me Gjesin duke i gjuajtur me pëllëmb. Pas këtij veprimi, ajo shoqëruar në polici, duke marrë një lum kritikash, por kishte edhe nga ata që përqafuan këtë sjellje të tij. Por siç e tham dhe më lart, pas këtij incidenti, Loredana siç duket nuk po heq dorë kollaj nga Jozi. Themi kështu sepse bazohemi në listën e ndjekësve në Instagram, ku Jozi figuron akoma. Me sa duket, Loredana nuk do heq dorë nga dashuria e saj, pavarësisht skeneve që ajo pa brenda shtëpisë së famshme dhe sjelljes që ai ka patur me të. Se çfarë do të ndodhë mes tyre na mbetet vetëm të presim.